Në tregun shqiptar, qarkullojnë me dhjetra etiketa vere të brendeve nga më të mirat ndërkombëtare, të cilat i gjenë rëndom nëpër lokalet luksoze pa pullën fiskale. Në disa dyqane dhe restorante, klientela VIP përdor vera të ashtiquajturat cilësore, që janë pa pullë. Sasi të verave të markave shumë të shtrenjta, si Petrus, Sassicaia, Ornellaia, Maceto dhe Romane Conti, gjenden lehtësisht, ndërkohë që prodhimi i tyre dhe sasia që del nga vetë prodhuesi është shumë e limituar. Janë produkte vere që çmimi i tyre fillon nga 400 deri në mbi 1000 apo 2000 euro shishja, që VIP-at e Tiranës i përdorin pa pullë fiskale. Shqip dhe thjesht, do të thotë, një produkt luksi që përdoret nga VIP-at, por që është totalisht i pacertifikuar, i pakontrolluar, kontraband dhe në shumë raste është dhe fals. Pra, kemi klient VIP që përdorin vera të shtrenjta, por që në fakt shijojnë vetëm etiketën, pasi verat pa pullë fiskale dhe të patregtuara nga distributori zyrtar, i cili në fakt është dhe certifikuesi i prodhuesit dhe garantuesi i tij. Verat që vinë nga jashtë këtij zinxhiri janë të pasigurta, false dhe absolutisht të rrezikshme për shëndetin. Një verë pa pullë fiskale do të thotë një verë pa kontrolluar, e pa certifikuar, që mund të jetë futur në një shishe apo etiketuar në qilaret e kombinatit, që mund të vijë kontraband, e prodhuar në magazin falsifikimi në Turqi apo jugun e Italisë, që ka thjesht etiketën, por që është një rrezik për shëndetin, pasi nuk dihet se çfarë ka brenda shishja. Një verë pa pullë fiskale jo vetëm nuk garanton cilësinë, por mund të jetë një produkt me përzierje kimikatesh për të arritur shijen, që mund të marrë dhe jetën. Një verë pa pullë fiskale është një produkt që nuk garantohet nga prodhuesit, sepse ky i fundit gjithçka e kalon nëpërmjet distributorëve zyrtar, të cilët janë të autorizuar për shitjen e markave cilësore, dhe jo më kot, kjo për shkak të kushteve që nga ruajtja e verës, mënyra se si transportohet dhe deri te garancia pas hapjes së shishes. Një verë pa pullë fiskale do të thotë një konkurrencë prishur në treg. Disa hajdut dhe bandit nëpërmjet verave false dhe pa pullë futin në treg produkte alkooli të rrezikshme për shëndetin. Në shumë restorante dhe dyqane i gjen këto produkte pa pullë fiskale, të cilat janë një akuzë drejt për doganat, tatimet dhe AKU-n. Doganat për vetë faktin se i lejojnë të hyjnë nga pikat kufitare dhe nuk bëhet fjalë për një kuti apo 2 shishe, por flasim për mira e mira shishe, për të cilat nuk paguhet asnjë tarifë doganore. Tatimet janë institucioni i dytë i akuzuar, pasi verat janë mall akcize dhe barra fiskale është afërsisht 60% e çmimit, që do të thotë se qindra mijëra euro, ndoshta dhe miliona, që mungojnë në buxhetin e shtetit, sepse tatimet lejojnë të tregtohen vera pa pullë fiskale apo dhe pije të tjera alkoolike. Institucioni i tretë nën përgjegjësi është AKU-ja. Ende nuk kemi dëgjuar ndonjë operacion në treg për të kontrolluar pijet alkoolike me etiketa false, vera pa pullë fiskale apo të falsifikuara, të cilat konsumohen rëndom nga qytetarët, ndoshta dhe nga inspektorët dhe drejtuesit e AKU-s, tatimeve apo doganave, të cilët me mos zbatimin e ligjit po bëjnë 3 krime. Së pari, po rrezikojnë jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Së dyti, janë bërë pjesë e një vjedhjeje masive të taksave. Së treti, po shkatrojnë konkurrencën në treg, por jo vetëm.